2019. E di që këtë mandat bukur shumë e keni shtyrë, por a do të pritet që të përfundoj këtë vit krejtësisht edhe kjo pjesa aty tek Bardhoshi ku është duke u punuar? Po gjithsesi këtë vit përfundon. Kemi pas disa probleme në çështjen e shpronësimit të këto nyjet, ku janë me 2 nivele, të muret për mbikalimet e këto. Shumë shpejt ato zgjidhen dhe pjesa e rrugës pothuajse është e përfunduar. Tash kanë vetë strukturat, një pjesë e tyre. Dhe ju jeni të bindur që në 2025 do të jetë krejtësisht rruga e përfunduar apo? Po, gjithsesi. Mirë, më intereson për autostradën për Gjilan, ka ndonjë përpjekje të riniset atje, çfarë po ndodh fakt? Ku jemi me autostradën? Atje kanë filluar në disa pjesë kanë filluar punimet. Jemi duke analizuar të prit një raport pak më detaj për gjithë menaxherave, në mënyrë që ta shohim rrugën se si do të vazhdojmë. Mund të ndodhë që edhe të shkëputen këto kontrata dhe bëhet një kontratë e re në mënyrë që me përmbyll, për shkak se edhe ka pas riformatimet kontrata dhe janë disa pozicione që janë pjesë e kontratës, këto pozicionet finale. Kështu që jemi duke analizuar se si të veprojmë mirë që ta përmbyllim këtë projekt. Janë kontrata të vjetra, çmimet janë shumë të lira, atë kohën kur ka qenë ky 20% që është lexuar shumë pak, edhe operatorët ekonomik të kanë të vështirë edhe me punu me çmimet që i kanë pas në kontratë. Tash pjesa e gërminëve këto kanë përfunduar, ka pas probleme tjera në rshitje, në ujëra në toksor që na kanë dalë në trase, është me i riprojektu, me i ato ujëra në toksor që kanë dalë në trup të rrugës, e shumë probleme tjera. Dhe cila është ardhmja, cili vizioni në fakt? Tash, po jem të prit një raport pak më të detajuar për gjithë menaxherave dhe rekomandimet se si të veprojnë. Domethënë, ose duhet nëse operatorët ekonomik zotohen që në një periudhë shkurt kohore i përmbyllin kontratat ashtu siç i kanë, atëherë na fillojmë një procedurë për kompletimin e autostradës, se janë disa llote që janë hek shtresat finale të asfaltit, janë hek pajit elastike, kur janë bërë informatime dhe kontrata, janë heq sinjalistika, domethënë do ta kemi një kontratë për kompletimin e kësaj. Mund të ndodhë që për një prej loteve dhe këtë shkëputjet kontratës, një që të jesin pak më shpejt. Kështu është shumë nga dalë. E kuptova. Mirë, faleminderit shumë zotës